Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama se shkeli kushtetuton me vendimin për t'i dhënë koncertit të Kanye West 4 milionë euro nga fondi rezerv i buxhetit shtetit. Në një komunikim në rrjetet sociale, Berisha deklaroi se fondi rezerv mund të përdoret vetëm për raste urgjente, për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve, jo për të mbështetur një këngëtar. Ky është një krim antikushtetues. Në asnjë rrethant dhe në asnjë rast një koncerti privat nuk mund të jipeshin parat e emergjencave të një vendi apo parat e rezervës së Këshillit Ministrave. Këtë e bën vetëm ai që nuk pyet për kushtetut. Vetëm ai që nuk ka asnjë interes të shtetit ligjor apo interes kombëtar, ka vetëm interesa personale. Sipas Berishës, ky vendim është një arsye më shumë për të protestuar për largimin e kryeministrit Edi Rama. Ftoj të gjithë qytetarët të bashkohen në një protestë të fuqishme, tërësisht ndaj akteve të përsëritur recidiviste të Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Por e vërteta është se pagesa 4 milion për Kanye West është një fyrje, është një injorim i tmerrshëm për shqiptarët dhe ata qindra mijëra qytetarë që janë në protestë kundër tij. Berisha shfrytëzoi komunikimin në rrjetet sociale për të bërë thirrje mbështetësve të tij të dalin në krah të qytetarëve para kryeministrisë.